unë kam një kështu barometër individual të madjes së punës institucioneve, telefonin tim ku siç mund ta merrni me mend vinë shumë ankesa, edhe në një farë mënyrë kam një panoramë të pakënaqësive në territor, po me thënë drejtën për spitalin e Lezhës, përgjithsisht nuk kam konstatuar ankesa, edhe çfarë kam dëgjuar e keni kriju një respekt, kam përshtypjen tek ata që shërbejnë. Me që materniteti i vjetër është në qendër dhe duhet ristrukturuar, ne po e shohim për ta futur në planin e investimit për vitin 2027, që edhe të është menaxhim më i mirë pastaj. Spitali ngelen në funksion spitalor siç duhet ngelen me poliklinikën në qendër, siç është dhe modeli i qyteteve të tjera, kështu që është një risi. Është propozoshëm një poliklinik. Po, është këtu tani, kështu që ka e dedikuar. Eksakt. Se jo Lezhë, po çdo spital, tani kam mësuar dhe unë këto halli, po çdo spital që mban edhe ngarkesën e asaj ambulatorit përditshëm mbi ngarkohet edhe ka konfuzion, ka mungesë përqendrimi të imponuar nga flukset e ditës. Por ajo që unë besoj është fantastike, është decentralizimi i shërbimit onkologjik, edhe krijimi i bërthamave të shërbimit edhe të kimioterapisë është diçka fantastike, sepse do ta afroj shumë më tepër me njerëzit shërbimin edhe do lehtësoj shumë një pjesë atyre problemeve që janë jo rruga, jo pritja, jo është në ato kushte sidomos plus edhe për familjarët se duhet shoqërohen. Absolutisht, sepse shërbimi i onkologjisë ka lindur një desi ambulator, bëhet në spitalin e shtrat se pastaj nuk bëhet nga që vinë në Tiranë, po në fakt duhet bëhet gjatë pastaj smuri kthehet në shtëpi. Kur e decentralizohen, i krijon mundësi që të trajtohet ambulatorisht, siç do ta bëjmë dhe këtu është punkti, kemi bërë survejimin. Jemi në fazën ajo që është bërëtur kohët e fundit faktë në spitalin tonë, për shkak të ndryshimeve që janë bërë qoftë në drejtim të çështjes financiare të vlerësimit të mjekut, por kryesisht në ndërhyrjen në infrastrukturë. Unë s'paku ne tani verifikojmë